Një tërmet me magnitud 5.1 ball ka goditur detin pranë Bregdetit jugor të Italisë mëngjezin e sotëm, raportuan autoritetet italiane. Epiqendra e tërmetit u lokalizua rreth 20 kilometra larg bregut të rajonit të Kalabrisë, ndërsa lëkundjet e forta ndodhen edhe në ishullin e Sicilisë dhe pjesët jugore të gadishullit italian. Fatmirësisht, nuk ka patur raporte për dëme materiale, të lënduar apo kërkesa për ndihmë, njoftuan shërbimi zjarfikës dhe mbrojtja civile. Ashtu siç bëri të ditur Instituti Kombëtar i Gjeofizikës dhe Vulkanologjisë, autoritetet italiane kanë kryer verifikime të mundshme në teren, duke siguruar se nuk ka pasur pasoja të mëdha për qytetarët. Pas lëkundjeve, Agjencia e Mbrojtjes Civile njoftoi se ka mbajtur kontakte me autoritetet lokale për të siguruar çdo masë mbrojtëse dhe reagim të menjëhershëm në rast se situata përkeqësohet. Një alarm i tillë ka ngritur shqetësime në rajon, por për momentin nuk ka patur asnjë njoftim për kërcënime serioze.